E protestës sot janë të pafundme. Qeveria ka humbur çdo legjitimitet. Ajo është frut i farsës elektorale, i shkelbimit mbi vullnetin tuaj, mbi votën tuaj. Ajo është frut i krimit monstruoz të përmasave europiane dhe botërore, karteleve më të zeza të drogës, që helmojnë çdo ditë me mallin e tyre me të cilin pasurohen fëmijët e Europës dhe jo vetëm të Europës. Protesta është e ligjshme ndaj një qeverie që nga mëngjesi në darkë vetëm vjedh qytetarët e saj. Një qeveri që s'ka asnjë legjitimitet dhe që duhet të shporur një ditë më parë. Protesta është e ligjshme, është jetike, kundër një qeverie e cila në 13 vite varfroi çdo vit e më shumë shqiptarë. Në 13 vite ajo bëri që ata sot të jenë qytetarët më rrogult dhe në pensionet më të ulta në rajon. Ajo bëri me politika që ndo vjedhje që bëri, që ata gjysmë e tyre të jenë në varfëri ose rrezik varfërie. Gjysmë e tyre të mos ushqejnë dot si duhet fëmijët e tyre. Protesta është e ligjshme ndaj një qeverie e cila në mënyrë të qetë, në një farë mënyre po shkreton këte kombë sa asgjë tjetër në historinë e tij nga vitet 1300 deri sot. Po i largon shqiptarët nga Shqipëria. Por sonte ne jemi këtu për të bërë thirrje për protestë çdo shqiptari. Edhe për zhvillimin dramatik që Edi Rama në mbrojtje të vjedhjeve të tij ka vendosur t'i pres Shqipërisë rrugën e Europës. Ka vendosur t'i mbyll Shqipërisë dyert e Europës. Miq, 2 ditë më parë, ai u ftuat shkonte në Bruksel